Bashkia Malësia e Madhe ka nisur procesin e regjistrimit fillestar të pronave dhe hipotekimin e tyre. Për të sqaruar procedurat që duhen ndjekur, po zhvillohen takime në njësi të ndryshme administrative, ku përveç kryebashkiakut Tonin Marinaj, është i pranishëm dhe Florian Shima, përfaqësuesi i kompanisë që do të implementojë projektin një vjeçar të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Malësia e Madhe ka pasur një situatë problematike për sa i përket edhe regjistrimit fillestar të tokave, ku janë 57 zona kadastrale, 22 zona ne i gjitëm parezim fillestar, ku 5 nga këto i regjistruar ne si bashki, pra i financuar ne si projekt, 9 të tjera po i ban ashikryja, se pa u kryer regjistrim nuk mund të kalosh as te ligji 2020. Janë edhe 6 zona tjera që janë punuar nga vetë ashikryja, që janë drejt përfundimit. Njëkohësisht janë edhe 2 zona në zonën e Kelmendit, që Fondi i Zhvillimit Shqiptar i ka të nderuar dhe ka nënshkruar kontratë me një kompani për të realizuar këtë proces. Ky proces jo vetëm do të bëjë pronar faktik zotëruesit e pronave, por do të sjellë përfitime të shumta në vënien e eficiencë të tyre për biznese të ndryshme duke nisur nga agroturizmet. Interesi sigurisht që është i pranishëm për një sër gjanash që lidhen me gjithë secilin përfitues, që doja fillu të një iniciativë private apo të një për të ndërtuar një biznes apo përshit blerje. Pra, pa kaluar tek ky proces nuk mund të kalohet tek procesi i regjistrimit përfundimtar. Në Malësinë e Madhe, pavarësisht ligjit 7501, me mirëkuptim mes banorëve, pronat u ndan tek kufit e vjetër, bazuar tek trashëgimia të parëve. Përmes këtij procesi, synohet që pronat të regjistrohen, hipotekohen dhe të nisë shfrytëzimi i tyre ligjor.